Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të medjeve këtu në sallë, më lejoni që ta nis këtë mbledhje me një dedikim për fotoreporterin Alban Bujari, i cili u nda nga jeta në fund të muajit që lan pas. Në mbledhjen e rregullt para kësaj, ai ishte këtu në mesin tuaj, në mesin ton, prapa kamerave. Në ditë si këto e vrejmë dhe ndjejmë më së shumti mungesën e Albanit. Trashëgimia e tij, kontributi i tij do ta mbajë gjallë gjithmonë. Ngushëllime edhe një herë familjes Bujari, miqve dhe kolegëve të tij. Pushoft në paqe. Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë, shumë të dashur qytetarë, dje kemi marrë një lajm shumë të mirë nga ambasada jonë në Gjermani. Pas më shumë se 17 vjetëve, është arritur zgjidhja me autoritetet përkatëse gjermane lidhur me çështjen e regjistrimit të shtetasve të Kosovës. Shumë prej jush, padrejtësisht, jeni detyruar të regjistroheni si shtetas të Serbisë në dokumentacionin gjerman, një gjë që nga sot nuk do të përsëritet më. Dua të shpreh mirënjohjen e thellë për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila ka punuar me përkushtim për të negociuar dhe siguruar këtë ndryshim të rëndësishëm e aq nevojshëm. Fal angazhimit të tyre me Kancelarinë Federale të Gjermanisë dhe Ministritë përkatëse, tani është miratuar një udhëzim që siguron që të gjithë qytetarët e Kosovës të regjistrohen vetëm si shtetas të Republikës Kosovës. Ky ndryshim ka hyrë në fuqinë e të gjitha landet gjermane dhe mbi 5200 qendra të regjistrit civil. Andaj, të nderuar bashkëdhëtarët tonë në Gjermani, ju bëjmë thirrje që të verifikoni dhe nëse është e nevojshme të korrigjoni regjistrimin e shtetësisë në dokumentet tuaja. Për çdo ndihmë ose informacion shtesë, kontaktoni ambasadën tonë në Berlin ose misionet konsullore në Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich ose Stuttgart. Falenderojmë shtetin mik e partner gjerman për eliminimin e këtij problemi. Vazhdojmë të punojmë së bashku për të siguruar respektimin dhe njohjen e të drejtave të qytetarëve tonë kudo në botë. Të nderuar kolegë nga kabineti qeveritar, të nderuar gazetar, gjatë këtij mandati përfshirë dhe vendimet në këtë mbledhje, qeveria joni ka miratuar gjithsej 2226 vendime në mandatin e parë të plot 4 vjeçare, që nëse i llogarisim 880 ditë pune i bie nga 2 vendime gjysmë ditë. Prej këtyre vendimeve 319 kanë qenë miratime të projekt ligjeve dhe padyshim që kemi dëshmuar një nivel të lartë të aktivitetit legjislativ dhe ekzekutiv në qeverisjen tonë me një fokus të fortë në zhbatimin e politikave dhe qeverisjen zhvillimore e demokratike. E para nesh, në mbledhjen e sotme, i kemi 23 propozim vendime. Në mesin e tyre, me rëndësi të veçantë, do të jetë shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes Kornis për bashkëpunim fushën e mbrojtjes ndërmjet vendit tonë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me këtë marrëveshje do të angazhohemi për avancimin e bashkëpunimit të ndërsjellët në planifikim të mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike dhe ngritje të kapaciteteve strategjike ushtarake. Për këtë do të flas më gjerësisht në konferencën për media pas mbledhjes ministri ynë i mbrojtjes Ejub Maqedonci. Për krah ministrit Maqedonci do të jetë ministri ynë i administrimit pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i cili ka 2 pika të rëndësishme sot e që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ndërkufitar me Shqipërinë dhe Malin e Zi në kuadër të fondeve IPA 2 dhe 3. Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, Republika jonë do të avancojë tutje marrëdhëniet e saja edhe me Mbretërinë e Bashkuar në fushën juridike me 3 nisma, e për këto do të na njoftoj më shumë gjatë mbledhjes ministrja e drejtësisë Albolena Xhiu. Ju faleminderit dhe vazhdojmë me pikën e parë të paraparë për mbledhjen e sotme, shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes Kornis për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes ndërmjet Republikës Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes
dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësuara nga Departamenti i Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes, mbi bazën e objektiveve dhe planifikimeve strategjike për bashkëpunim me shtetet aleate e në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka iniciuar lidhjen e marrëveshjes Kornis. Me këtë marrëveshje, Republika e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës angazhohen në avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike, si dhe ngritje e kapaciteteve strategjike ushtarake. E ftoj Ministrin e Mbrojtjes, zotëria Jupë Maqedoncën, që ta marrë fjalën. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra dhe zëvendës ministra. Ministria e Mbrojtjes, mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike në bashkëpunim me shtetet aleate, në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka iniciuar lidhjen e marrëveshjes Kornis për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Departamenti i Mbrojtjes. Qëllimi i kësaj marrëveshje është që të dy palët të angazhohemi në avancimin e bashkëpunimit në fushat e mbrojtjes si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike dhe ngritje të kapaciteteve strategjike ushtarake. Një hap i tillë i bashkëpunimit është ndërmarrë në përputhje me qëllimet e integrimit më të gjerë euroatlantik, frenimit të kërcënimeve për sigurinë, rritjen e ndërveprueshmërisë, gjithmonë duke u mbështetur në partneritetin e fortë ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Në mënyrë që kjo marrëveshje të finalizohet në përputhje me dispozitat e ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, kërkojmë miratimin në parim të nismës për lidhjen e kësaj marrëveshje ndërshtetërore. Ju falenderit për vëmendjen tuaj. Faleminderit Ministër Maqedoncës, ja do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e ekstrakteve të proceseve verbaleve dhe transkripteve të mbledhjeve 247 dhe 249 dhe ekstrakteve të proceseve verbaleve të mbledhjeve 246 dhe 248 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Ekstraktet dhe proceseve verbale të transkriptet e mbledhjeve janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes së 251 të Qeverisë së Kosovës. Nëse nuk keni vrejtje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim propozitën në kategorisë së lartë drejtuese, krye inspektor shëndetësor në Inspektoratin e Shëndetësisë. Kjo pozitë është një pozicion kyç për fuqizimin e kapaciteteve inspektuese dhe rritjen e efektivitetit në zbatimin e legjislacionit të shëndetësisë. Për më shumë e ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Erben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra. Lejoni të paraqes propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për përzgjedhjen e kryeinspektorit shëndetësor në Inspektoratin Shëndetësor. Përmes kësaj procedure të regrutimit, synojmë të forcojmë mbikëqyrjen dhe të sigurojmë që standardet më të larta të kujdesit shëndetësor të respektohen në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës pa dallim. Përmes këtij procesi, ne jo vetëm që po sigurojmë zbatimin e legjislacionit, por edhe rrisim besimin e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Prandaj marr parasysh rëndësinë e këtij procesi, ju ftoj për aprovim. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Vitia, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i projekt rregullorës për organizim të brendshëm dhe funksionimin e zyrës për administrimin e pronës publike në zyrën e kryeministrit. Të nderuar anëtar të qeverisë, ligji për pronën publike ka sjell atë që nuk e kishim deri tani, ruajtjen e pronës publike në dobi të qytetarëve të Republikës. Pra tani e tutje mbrojmë dhe ruajmë interesin publik edhe më shumë. Përmes divizionit për pronën publike brenda zyrës së kryeministrit, njëherëse do të trajtohet interesi publik. Njëkohësisht do të përshpejtohen procedurat lidhur me kërkesat e bizneseve, ashtu që të përkrahet mbështetja e zhvillimit të tyre, me këtë edhe zhvillimi ekonomik. Kjo projekt rregullore zbatohet nga të punësuarit në zyrë
me rastin e ushtrimit të kompetencave të tyre në pajtim me ligjin për pronën publike dhe legjislacionin në fuqi. Për më tepër e keni edhe materialin. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emrimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim propozitën e kategorisë lartë drejtuese, drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Fuqizimi i kësaj pozite vendimarrëse do të kontribuojë në përmirësimin e sektorit të shëndetësisë dhe sigurimin e barnave cilësore për qytetarët. Ftoj edhe një herë ministrin e shëndetësisë, zotëria Arben Bitin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, kryeministër. Atëherë, siç thatë edhe ju, paraqes propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për Komisionin ad hoc për vlerësimin profesional për pranim për pozitën e kategorisë lartë drejtuese, drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale është një institut kyç në menaxhimin dhe mbikëqyrjen e tregut të barnave, i cili ka ndikim të drejtë në sigurinë dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Fuqizimi i pozitës së drejtorit ekzekutiv të këtij institucioni luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e rregullave, standardeve si dhe përmbushjen e objektivave të agjencisë. Komisioni për regrutim do të sigurojë që ky proces të zhvillohet në pajtim me legjislacionin në fuqi, duke respektuar parimet e transparencës, barazisë dhe konkurrencës drejtë. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër Vitia. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozimit vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të palishme të cilat preken nga realizimi i projektit programi për menaxhimin e mbeturinave të ngurta 2-4. Shpronësimi i pronave të evidentuara për këtë projekt janë të rëndësishme, meqense projekti përfshin mbylljen e deponisë aktuale dhe realizimin e deponisë sanitare 3 në Pej në zonën kadastrale Lutovllau. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jetën Rakën, që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Departamenti i Shpronësimit në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës më datë 30/01/2025 nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë në mënyrë zyrtare përmes shkresës me numër protokolli 512/25 ka pranuar kërkesën për inicim të procedurës së shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit programi për menaxhimin e mbeturinave të ngurta 2-4, që përfshin mbylljen e deponisë aktuale dhe realizimin e deponisë sanitare të re në Pej, zona kadastrale Lutovllau, komuna Pej, sipas tabelave bashkangjitur këtij vendimi. Mbështetur në dispozitat ligjore të ligjit nr. 03/L/139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme, Departamenti i Shpronësimit konstaton se janë përmbushur kushtet të përcaktuara në nenin 3, 4, 8, 44 dhe 45 të ligjit për shpronësimin e pronës së paluajtshme. Andaj propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim me të cilin miratohet shqyrtimi i mëtejmë i kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve të cilët preken nga realizimi i këtij projekti. Faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i draftit strategjisë për drejtë të personave me aftësitë kufizuara 2025-2030 dhe plani i veprimit 2025-2027. Një nga objektiva strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës mbetet hartimi dhe zbatimi i legjislacionit dhe politikave që përmirësojnë ofrimin e shërbimeve dhe realizimin e drejtave të qytetarëve në vend, sidomos me fokus në grupet më të marginalizuara të shoqërisë, duke përfshirë edhe personat me aftësi të kufizuara. Draft strategjia për të drejtë të personave me aftësi të kufizuara 2025-2030, si dhe plani i veprimit për të drejtë të personave me aftësi të kufizuara 2025-2027 karakterizohet nga qasja unifikuese dhe gjithëpërfshirëse. Është e shtrirë në të gjitha nivelet qeverisë,
duke respektuar, mbrojtur e zbatuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, të garantuara me legjislacionin vendor dhe standardet ndërkombëtare e rajonale për të drejtat e njerëzit. Përmes kësaj strategjie parashihet arritja e këtyre objektiveve strategjike. E para është përmirësimi i cilësisë në shërbimet sociale për persona me aftësi të kufizuara. E dyta është avancimi i sistemit gjithëpërfshirës në arsimim dhe në ngritjen profesionale të persona me aftësi të kufizuara. Dhe e treta, përmirësimi i qasjes për persona me aftësi të kufizuara. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij dokumenti strategjik, nëse nuk ka dikush diçka për të diskutuar, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i kërkesës Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve për ndryshimin e shtojcës 1 për të dhënat për ndarjen e granteve të përgjithshme me qëllim të reflektimit të dhënave të reja nga regjistrimi i popullsisë të publikuara zyrtarisht nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në vitin 2024. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuron Munatin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë. Ligji për financat e pushtetit lokal parashet që grantet të cilat ndahen nga niveli qendror për nivelin lokal, pra të marrin parasysh edhe numrin e banorëve apo të popullsisë që jeton për ato komuna. Dhe gjithashtu parashet që në rastet kur ka pra ndryshim të këtyre të dhënave si rezultat i një regjistrimit të ri, të dhënat pra që janë të paraqitura në shtojcën 1 të ligjit duhet të përditësohen këtë rast. Pra kemi pasur vitin e kaluar regjistrimin e popullsisë dhe tani kemi edhe rezultatet përfundimtare sa i përket numrit të përgjithshëm të popullsisë nëpër komunat. Si rezultat i kësaj pra paraqes para jush listën apo shtojcën 1 të përditësuar me numrat e popullsisë sipas regjistrimit të prodhuar sipas regjistrimit më të fundit. Andaj marr parasysh nevojën për përditësimin e këtyre numrave, kësaj tabele, në mënyrë që të kemi reflektim dhe ndarje sa më të saktë të granteve nga ana e qeverisë për nivelin lokal, për komunat, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministre Kurana, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi i propozimit vendimit për aprovimin e projekteve kapitale në disa komuna si projekte shumë vjeçare sipas ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2025. Kemi pranuar kërkesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për aprovimin e projekteve kapitale në disa komuna. Këto projekte janë shumë vjeçare, brenda kufive të vet buxhetor për secilin vet përkatës fiskal. Me qëllim të prezantimit të mëtej rreth këtij propozimi, e ftoj Ministrin Harullah Sheku që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ministria e Kulturës në funksion të zbatimit politikave qendrore në fushat që i mbulon dhe duke u bazuar në ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2025, parashtron kërkesën për miratimin e disa projekteve kapitale si projekte shumë vjeçare. Projektet e përfshira në këtë propozim planifikohet të zbatohen përtej 3 viteve të mbuluara me ligjin e buxhetit për vitet 2025-2027. Nga këto projekte, njëra prej tyre është pjesë përbërëse edhe planit për zhvillimin e infrastrukturës në funksion të organizimit të lojrave mesetare Prishtina 2030, respektivisht palestra e gjimnastikës në Fushë Kosovë, kurse projektet e tjera ndërlidhen me restaurim të aseteve të trashëgimisë kulturore në komunat të ndryshme. Andaj bazuar në informatat e mësipërme, kërkojmë miratimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit Ministër Qeku, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës palojshme që menaxhohet dhe administrohet nga OKP-ja për nevojat e realizimit projekteve varrezat e fshatit dhe fusha sportive në Dobërqan. Me miratimin e këtij vendimi konfirmohet ligjshmëria e procesit shpronësimit për realizimin e projektit për varrezat e fshatit dhe fusha sportive në Dobërqan të Gjilanit. E për më shumë e ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Rakën, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pas miratimit të vendimit numër 11 hyj për
238 të datës 18/12/2024, Departamenti i Shpronësimit më datë 9 janar 2025 ka mbajtë dëgjimin publik në komunën e Gjilanit me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe gjatë këtyre dëgjimeve ka trajtuar të gjitha komentet e pronarëve që kanë të bëjnë me komentet e tyre për procedurën e shpronësimit. Bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së palojtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore dhe i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar për lidhshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronës së palojtshme të ndërmarrjes shoqërore kooperativa bujqësore Ropotove Modhe, zona kadastrale Dobërsham, që menaxhohet dhe administrohet nga AKP. Shpronësimi i së cilës është i nevojshëm për realizimin e projektit Varrezat e Fshatit dhe fusha sportive në Dobërsham, zona kadastrale Dobërsham, sipas tabelave të bashkangjitur këtij vendimi. Ju falenderoj. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik disa pronave të palojshme shoqërore, të cilët janë nevojshme për realizimin e disa projekteve të komunës së Hanit e Lezit. Me këtë vendim konfirmohet lidhshmëria e procesit shpronësimit për interes publik për realizimin e disa projekteve në Han të Elezit si rindërtimi i fushës futbollit, rregullimi i pronësisë për fabrikën e ujit, ndërtimi i qendrës për kulturë dhe rini dhe zgjerimi i rrugës pranë terminalit doganor. E ftoj edhe një herë zëvendës ministrin Raka që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pra pas miratimit të vendimit numër 10238 të datës 18/12/2024, Departamenti i Shpronësimit ka mbajtë dëgjimin publik më 8 janar të vitit 2025 në komunën e Hanit të Elezit me pronarët e pronave, ku konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe gjatë këtyre dëgjimeve ka trajtuar të gjitha komentet e pronarëve që kanë të bëjnë me komentet për procedurën e shpronësimit. Andaj bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së palojtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore, andaj i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar për lidhshmërinë në procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të palojshme shoqërore të menaxhuara dhe administruara nga AKP, të cilat janë të nevojshme për realizimin e projekteve të sipërpërmendura në komunën e Hanit të Elezit. Ju falenderoj. Faleminderit zëvendës ministër Raka. E do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 12 është shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronës palojshme shoqërore për nevojat e realizimit projektit qerdha e fëmijëve, hapësirë gjelbruese dhe infrastrukturë rrugore në Gjilan. Edhe një herë e ftoj zëvendës ministrin Raka që ta marrë fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Pra Departamenti i Shpronësimit më datë 9 janar 2025 ka mbajtë dëgjimin publik në komunën e Gjilanit me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe janë trajtuar të gjitha komentet e pronarëve që kanë të bëjnë me komentet e tyre për procedurën e shpronësimit dhe bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së palojtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore dhe i propozon Qeverisë së Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim preliminar për lidhshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronës së palojshme shoqërore Industria e Tekstilit Intej, parcela kadastrale numër 4945 viz 7 dhe objekti që menaxhohet dhe administrohet nga AKP, shpronësimi së cilës është i nevojshëm për realizimin e projektit qerdha e fëmijëve, hapësirë gjelbruese dhe infrastrukturë rrugore në zonën kadastrale Gjilan, komuna e Gjilanit. Ju falenderoj. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A e do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes së përgjithshme të sigurisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Slovenisë për shkëmbim dhe mbrojtje të ndërsjellë të informacionit të klasifikuar.
Në përputhje me prioritetet strategjike të Republikës Kosovës për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe për mbushjen e standardeve të sigurisë në nivel evropian e MGR, Agjencia për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar, AMIK, në kuadër të mandatit të saj ligjor ka vendosjen e marrëdhënieve me autoritete homologe me theks të veçantë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Në dritën e kësaj, AMIK ka ndërmarrë veprimet e nevojshme në funksion të vendosjes kontakteve me NSA, National Security Authority, nga shteti i Slovenisë, ku përrjedhoj arrihet harmonizimi i vullnetit dhe gatishmëria nga dyja palët për të avancuar tutje arritjen e marrëveshjes së përgjithshme të sigurisë. Arritja e marrëveshjes për siguri në fushën e mbrojtjes së informacionit të klasifikuar midis Republikës Kosovës dhe Republikës Slovenisë është hap i rëndësishëm me ndikim në disa aspekte: forcimi i bashkëpunimit dypalësh, sigurimi i informacioneve të klasifikuara, përmirësimi i kapaciteteve institucionale dhe mbështetja për integrim euroatlantik. A e do fjalën dikush për diskutim? Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj nisme, ju ftoj për debatim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 14 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit për menaxhimin e Grand Kontratës Asistencës Teknike me numër 2024 thyje për 453 viz 962 në kuadër të programit për bashkëpunim ndërkufitar Shqipëri-Kosovë nën IPA 2 2021-2027. Qëllimi i kësaj marrëveshje është organizimi i një partneriteti dhe përcaktimi i përgjegjësive të partnerëve për zbatimin e pjesës përkatëse të projektit. E ftoj Ministrin e Administrimit për Shtetin Lokal, Zotëri Elbert Krasniqin, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal është institucioni përgjithës për koordinimin dhe zbatimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë i financuar nga fondet IPA 2. Sot para jush me lëni të paraqes kërkesën për miratimin e nismës së MAPL-s për negocimin e marrëveshjes së partneritetit ndërmjet Agencionit Shtetëror të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës në Shqipëri, si lider i programit, dhe MAPL si partner për menaxhimin e grand kontratës së asistencës teknike në kuadër të këtij programit. Qëllimi i kësaj marrëveshje është përcaktimi i përgjegjësive të secilit shtet për zbatimin e asistencës teknike të programit, me një vlerë prej 360.000 euro. Kjo asistencë teknike do të mundësojë implementimin efektiv të programit dhe financimin e projekteve në zonat kufitare në vlerë totale prej 8.4 milion euro për periudhën e ardhshme 3 vjeçare. Duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të këtij programi, kërkoj nga miratimin e nismës së MAPL-s për negocimin e kësaj marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 15 është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare përkatësisht marrëveshjes së partneritetit për zbatimin e prioritetit të asistencës teknike në kuadër të programit bashkëpunimit ndërkufitar IPA 3 Mali i Zi Kosovë 2021-2027. E ftoj edhe një herë Ministrin Krasniqi që të na prezantojë më shumë për këtë nismë. Falenderoj kryeministër. Si pikë radhës së rendit të ditës, më lëni gjithashtu të paraqes kërkesën për miratimin e nismës së MAPL-s për negocimin e marrëveshjes së partneritetit ndërmjet Ministrisë për çështje europiane të Malit të Zi, si lider i programit, dhe MAPL si partner për menaxhimin e grand kontratës së asistencës teknike në kuadër të programit. Qëllimi i kësaj marrëveshje është përcaktimi i përgjegjësive të secilit shtet për zbatimin e asistencës teknike me një vlerë prej 750.000 euro. Kjo asistencë teknike do të mundësoj implementimin efektiv të programit për financim të projekteve në zonat kufitare me një vlerë totale prej 8.4 milion euro për periudhën e ardhshme 3 vjeçare. Këto fonde do të jenë të disponueshme për komunat e zonës kufitare në fushën e punësimit, turizmit dhe trashëgimisë kulturore. Duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të këtij programi, kërkoj nga ju miratimin e nismës së MAPL-s për negocimin e kësaj marrëveshjes ndërkombëtare të partneritetit. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 16 është shqyrtimi i draftit koncept dokumentit për bujqësi organike. Sektori bujqësisë organike ka një rëndësi të veçantë për fermerët prodhues të kulturave bujqësore. Ky sektor kontribon në zhvillimin e një bujqësie të qëndrueshme, duke pasur parasysh nevojën për të plotësuar kërkesat e popullatës për ushqim cilësor.
E ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Zotëri Foton Pecën, që ta merr fjalën. Faleminderit Kryeministër, i nderuar Kryeministër, Zëvendës Kryeministra, kolegë ministra dhe Zëvendës Ministra. Ky koncept dokument adreson nevojën për krijimin dhe avancimin e kornizës ligjore për zhvillimin e bujqësisë organike. Gjithashtu, ky koncept dokument synon gjithashtu për forcimin e sistemit të kontrollit për certifikimin dhe testimin laboratorik të produkteve organike, ngritjen e kapacitetit për zhvillimin e ligjit dhe inspektimin e produkteve organike, mbrojtjen e fermerëve nga importi jo cilësor, si dhe rritjen e vetdijes për rëndësinë e produkteve organike dhe përcaktimin e përgjegjësive të autoriteteve dhe palëve të përfshira në sistemin e bujqësisë organike. Dokumenti në fjalë është në përputhje me angazhimin e qeverisë për lidhshmëri dhe zhvillimin e politikave në bujqësi organike dhe është hap i rëndësishëm drejt arritjes së objektivave të mekanizmave evropian për bujqësinë organike për vitin 2030. Duke marrë përbazë elementet e lartë të përmendura, propozoj që ky koncept dokument të miratohet në qeveri. Faleminderit. Faleminderit Ministër Pecë, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Në vijim e kemi shqyrtimin e draftit koncept dokumentit për shëndetin e bimëve. Opsioni rekomanduar në këtë koncept dokument është hartimi i kornizës së re legislative. Me kornizën e re ligjore është propozuar të rregullohen aspektet kyçe që ndihmojnë në zhvillimin e sektorit prodhimtarisë bimore, sigurimin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve bimore, si dhe mbrojtjen e mjedisit. E ftoj edhe një herë Ministrin Faton Pecë që ta merr fjalën. Faleminderit Kryeministër, edhe ky koncept dokument trajton nevojën për hartimin e një kornize ligjore dhe avancimin e politikave për zhvillimin e sektorit në produktet për shëndetin e bimëve, duke harmonizuar atë me standardet e Bashkimit Evropian. Objektivi kyç i këtij koncept dokumenti është mbrojtja e bimëve nga smundjet dhe dëmtuesit, tregtimin e sigurt të bimëve dhe produkteve të tyre, si dhe krijimin një sistemi për të monitorimit dhe parandalimit të hershëm të smundjeve, si dhe masat parandaluese me qëllim të mbrojtjes së bimëve. Po ashtu synohet krijimi i regjistrit fitosanitar dhe listave të organizmave të dëmshëm, si dhe lehtësimi i shërbimit përmes uljes së barrës administrative për të gjithë operatorët dhe fermerët. Duke pasur parasysh rëndësinë dhe arsyet e lartë përmendura, propozoj miratimin e këtij projekt koncept dokumenti. Faleminderit. Faleminderit Ministër Pecë, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 18 është shqyrtimi i propozim vendimit për aprovimin e rialokimit mjeteve financiare në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për zbatimin e programit masat preventive intervenime emergjente nëpër komunat ndryshme. Ky projekt është në kuadër të objektiveve të planit zhvillimor kombëtar të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka kërkuar që të aprovohet rialokimi i mjeteve në shumën prej 400.000 euro, me qëllim të elaborimit të mëtejmë rreth këtij propozimi. Fjalën ja kaloj Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Zotëri Harullah Qekut. Faleminderit i nderuar Kryeministër. Ministria e Kulturës parashtron kërkesë bazuar në ligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Kosovës për vitin 2025, përkatësisht në zbatim të nenit 14.6, citoj, fondet e ndara në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me kod 207 në projektin Kapital Masat Preventive Intervenime Emergjente me kod 12688 mund të rialokohen në projekte të reja pas aprovimit nga qeveria, pasi që MKRS specifikon lokacionin për intervenim në fushën e trashëgimisë kulturore. Projektet kapitale të reja të krijuara sipas këtij paragrafi do të marrin kodet përkatëse buxhetore, mbaron citati. Me qëllim zbatimit të këtyre projekteve, kërkojmë që mjetet në shumën prej 400.000 eurosh nga nën programi mbrojtje, ruajtje e trashëgimisë kulturore, nga kategoria e shpenzimeve kapitale, përkatësisht projekti masat preventive intervenime emergjente me kod 12688, të rialokohen në 10 projekte kapitale që shtrihen në shumë komuna të Republikës së Kosovës. Pas miratimit këtij vendimi, do të hapet rrugë për zbatimin e procedurave përkatëse të prokurimit
me qëllim të përmirësimit të gjendjes së monumenteve të trashëgimisë në Kosovë. Andaj bazuar në këto informata kërkojmë miratimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sheku, e do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 19 është shqyrtimi i projekt rregullores për kushtet e bartjes pronësisë pronës publike dhe dhënia me qira e sendeve në pronësi publike. Deri në fund vitit 2023, Republika e Kosovës nuk ka pasur një ligj ku definohet apo përcaktohet sakt prona publike. Gjatë mandatit tonë, Kuvendi i Republikës së Kosovës për herë të parë ka miratuar një ligj të tillë me të cilin rregullohet prona publike, të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e organeve shtetërore, organeve të veçeverisës lokale dhe subjekteve të cilat ushtrojnë autorizime ose që administrojnë me pronën publike. Për të zbatuar në tërësi këtë ligj, janë përgatitur 3 akte nënligjore që ishin derivati këtij ligji. Kompletimi i legjislacionit, i cili mundson kushtet e bartjes pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, është nevojë dhe këto procedura tash e tutje duhet të rregullohen me këtë rregullore, për çfarë ja kaloj fjalën Ministres së Drejtësisë, zonjës Albulena Xhiu. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, paraqes para jush dhe ministrat kabinetit qeveritar dhe zëvendës ministra, paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim projekt rregullorën për kushtet e bartjes së pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, bazuar në angazhimin e vazhdueshëm për rregullimin e drejtës pronësore publike dhe drejtave tjera pasurore të Republikës së Kosovës, me qëllim të adresimit efikas të kërkesave të bizneseve për zhvillim ekonomik, si dhe me qëllim të përcaktimit të kushteve për bartjen e pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, Ministria e Drejtësisë ka hartuar dhe finalizuar projekt rregullorën për kushtet e bartjes së pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike. Projekt rregullore është hartuar si domosdoshmëri që rrjedh nga dispozitat e ligjit për pronën publike, përkatësisht nga neni 18 i këtij ligji, kështu që përmes dispozitave të saj përcaktohen kushtet për bartjen e pronësisë së pronës publike dhe dhënien me qira të sendeve në pronësi publike, si dhe procedurën e ankandit publik, duke siguruar transparencë dhe konkurrueshmëri në zbatimin e dispozitave ligjore. Para se të propozoj që të votoni ose të aprovoni këto rregullore, ne kemi marrë disa mbretje nga zyra ligjore e zyrës kryeministrit, prandaj propozoj që mbretjet të pranohen përmes votimit. Pra jemi në koordinim edhe me zyrën ligjore në kuadër të zyrës së kryeministrisë. Faleminderit. Faleminderit Ministra Xhiu, do fjalën dikush për diskutim. Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 20 është shqyrtimi i projekt rregullorës për mënyrën e mbajtjes së evidencës së sendeve të lëshme dhe të palëshme dhe regjistrimit të sendeve në pronësi publike. Në vazhdën e 3 akteve të tilla nënligjore është gjithashtu dhe rregulloria e MBM, e cila rregullon dispozitat e veçanta për mënyrën e mbajtjes së evidencës. E ftoj edhe një herë ministrin Haxhiu që të merr fjalën. Faleminderit sërish nderuar kryeministër. Projekt rregullorja për mënyrën e mbajtjes së evidencës sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme dhe regjistrimit të sendeve në pronësi publike rrjedh po ashtu nga ligji për pronën publike. Bazuar në përpjekjet tona për rregullimin e drejtës pronësore publike dhe drejtave tjera pasurore të Republikës së Kosovës me qëllim të adresimit efikas të kërkesave të bizneseve për zhvillim ekonomik, si dhe me qëllim të menaxhimit efikas dhe transparent të sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme në pronësi publike, Ministria e Drejtësisë ka hartuar dhe ka finalizuar të projekt rregullore, prandaj duke pasur parasysh rëndësinë që ka, ju ftoj që ta miratoni. Pra edhe për këtë rregullore vlen propozimi i njëjtë që të pranohen mbretjet e zyrës kryeministrit. Faleminderit. Faleminderit Ministra Xhiu, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Tash 3 pikat në vijim, po i prezantojmë për një herë, ndërkaq i votojmë veç e veç. Republika e Kosovës ka vazhduar të avancojë pozicionin e saj në marrëdhënie ndërkombëtare me raporte dhe besime të ndërsjellta me vende të ndryshme. Republika jonë renditet mesin e shteteve me standardet më të larta të demokracisë, besueshmërisë dhe nivel të lartë të shëndimit të ligjit, andaj edhe në këtë linjë tani Mbretëria e Bashkuar është pajtuar që të avancohet tutje bashkëpunimi në fushën e transferimit të personave të dënuar
ndihmës së ndërsjelljes juridike në çështje penale dhe ekstradimeve në mes të Republikës Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar. E ftoj Ministrin e Drejtësisë, zonjën Alpolina Zhiu, për t'i prezantuar tutje këto tri nisma. Faleminderit sërish Kryeministër. Paraqes për shqyrtim dhe miratim nismën për marrëveshjen për transferimin e personave të dënuar midis Qeverisë Republikës së Kosovës të përfaqësuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, pra Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut në pajtimin e 4 paragrafi 2 të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Qëllimi i kësaj marrëveshje është përmirësimi i mëtejshëm i bashkëpunimit të ndërsjellë në fushën e drejtësisë, vendosja e drejtësisë dhe rehabilitimi social i personave të dënuar, duke mundësuar ekzekutimin e sanksioneve penale në shtetin e vendbanimit të përhershëm të personit të dënuar. Kjo marrëveshje rregullon ekzekutimin e vendimeve gjyqësore përmes transferimit të personit të dënuar në rastet kur një shtetas i shtetit administrues është duke vuajtur dënimin në shtetin dënues dhe kërkon transferimin në shtetin administrues me qëllim të rehabilitimit social. Prandaj duke pasur parasysh rëndësinë që ka, ju ftoj që ta miratoni. Marrëveshja e dytë është nisma për marrëveshjen për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale ndërmjet Qeverisë Republikës Kosovës përfaqësuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut. Qëllimi i kësaj marrëveshje është forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit në fushën e ndihmës juridike në çështje penale midis dy shteteve, si dhe harmonizimi dhe lehtësimi i procedurës ligjore në këtë fushë. Prandaj duke pasur parasysh rëndësinë që ka kjo marrëveshje, ju ftoj që ta miratoni edhe të njëjtën. Dhe marrëveshja e tretë është marrëveshja për ekstradim midis Qeverisë Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut. Kjo kërkesë është e bazuar në aspiratën dhe zotimin e Republikës Kosovës për zhvilluar partneritet evropian, duke kontribuar në afirmimin e vlerave evropiane në bashkëpunim bilateral dhe ndërkombëtar. Prandaj, duke pasur parasysh rëndësinë që ka kjo marrëveshje, ju ftoj sërish që ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit Ministra Zhiu. Atëherë po i votojmë këto një nga një nëse nuk ka dikush diçka për diskutuar. Së pari është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes për transferimin e personave dënuar ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. E dyta është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike në çështje penale ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe e treta është shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes për ekstradim ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tek të ndryshme e kemi pikën e ndarjes së fundeve të kombëve të bashkuara, i nderuari kabinet qeveritar, bashkëpunimi me organizatat e kombëve të bashkuara. Është një gjë të cilën ne e çmojmë dhe e vlerësojmë për projekte në disa fusha si ajo kundër korrupsionit, për arsim dhe kulturë. Bëjmë sot ndarje buxhetore për të realizuar e zbatuar bashkë me organizatat e kombëve të bashkuara, të cilat ndodhen në Kosovë. Për më tepër e ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar Kryeministër. Në kuadër të bashkëpunimit që kemi me organizatat zbatuese për ato AKB-s që operojnë dhe veprojnë në Kosovë, kemi parapar këtë propozim vendim pra për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej 1.308.320 euro, që do të shërbej pra për realizimin e projekteve përmes marrëveshjeve me trupat e organizatës së kombëve të bashkuara. Mjetet ndarë bazuar në kërkesat që janë pranuar nga Ministritë e Linjës, pra për projekte që ato kanë në menaxhim dhe zbatim, si dhe pas një filtrimi dhe verifikimi që është bërë në zyrën e Kryeministrit, ndarja pra do të bëhet si vijon. Në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, me kod 205 ndahet shuma prej 200.000 euro në nën programin Mjedisi në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere. Në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ndahet shuma prej 208.320 euro në nën programin Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit në kategorinë shpenzime, subvencione dhe transfere. Në zyrën e Kryeministrit, me kod 104, ndahet shuma prej 300.000 euro në programin Shërbimet e Statistikës në kategorinë Mallra Shërbime.
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ndahet shuma prej 150.000 euro në programin Mbrojtja, Ruajtja e Trashëgimisë Kulturore, kategoria shpenzimeve, subvencione dhe transfere. Në Ministrinë e Drejtësisë ndahet shuma prej 200.000 euro në programin Departamenti për Integrim Evropiane, me kod 27.000 në kategorinë e shpenzimeve, subvencione dhe transfere, si dhe në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ndahet shuma prej 250.000 euro në programin Agjencioni për Zhvillimin e Bujqësisë, kategoria subvencione dhe transfere. Marrë parasysh rëndësinë e zbatimit të këtyre projekteve në bashkëpunim pra me trupat e OKB-s, ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, e do fjalën dikush për diskutim? Me që jo, atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet dhe me kaq e mbyllim mbledhjen e sotme. Ju faleminderit.